Përshëndetje të nderuar. Historinë dhe implikimet e grupit kriminal Ekrem Imamoglu e kam shpjeguar më shumë se një herë. Siç kam thënë atëherë, të njëjtën e them edhe sot, se sa më shumë që po zgjat procesi i ndjekjes, zbulimit dhe gjykimit të këtij rasti, aq më shumë po dalin në shesh të palara deri në përmasa të paimagjinueshme. Në fillim, kur u hap lajmi për veprimtarinë kriminale që po zhvillohej brenda Bashkisë së Stambollit, opozita turke brenda Turqisë e pastaj edhe të painformuarit mirë jashtë Turqisë filluan të flasin se ishte një përpjekje e qeverisë e pushtetit në Turqi për ta shkatëruar opozitën, për ta diskredituar personalitetin e Ekrem Imamoglus dhe natyrisht për t'ia prerë rrugën që po e çonte drejt koltukit të presidentit të Turqisë. Megjithatë, nëse i përcjell gjërat, kronologjinë e këtyre muajve të fundit, se çfarë është duke ndodhur atje, shohim se as opozita brenda Turqisë nuk thet ndonjë fjalë të fuqishme, nuk bën ndonjë veprimtari të fuqishme mbështetëse dhe për ta mbrojtur Ekrem Imamoglun, e as ka ndonjë zë i fuqishëm nga ndonjë shtet me ndikim në lidhje me Ekrem Imamoglu. Sepse të gjithë brenda Turqisë e kanë pa dhe janë të vetëdijshëm tani për përmasat e rrezikshmërisë së grupit kriminal Ekrem Imamoglu. Bile edhe brenda partisë së tij, një numër jo i vogël i antarëve të GHP-s, të udhëhecëve, të krerëve të GHP-s, janë duke e pa se puna nuk paskëshqen ashtu siç trumpetohej nga njerëzit mbështetës të Ekrem Imamoglu brenda GHP-s. Pra edhe brenda partisë së tij është një heshtje edhe nga ata të cilët dikura e ngritën popullin turk në këmbë në mbrojtje të kryebashkiakut të Stambollit. Kanë heshtur mbase edhe grupet dhe organizmat e jashtëm, të cilët më parë ishin duke bërë përgatitje dhe skenare të tmerrshme kundër Turqisë. Natyrisht, Imamoglu si personi kryesor, lideri i ardhshëm i kësaj mjegullnaje dhe masha kryesore e realizimit të atij skenari të tmerrshëm dhe shkatrimtar për shtetin e Turqisë. Tani miq, Prokuroria Publike ka ngritur akt akuzë kundër kryetarit të Bashkisë së Stambollit, Ekrem Imamoglu. Dhe ky lajm, sikur të mos para mendohej në përmasa të paimagjinueshme, dua të them, ka bërë bujë dhe është vënë në qendër të vëmendjes së mediave ndërkombëtare kryesore, sidomos në artikujt dhe faqet e këtyre mediave që merren me Turqinë. Prokuroria e shtetit në Turqi pretendon se Imamoglu krijoi një organizat kriminale dhe në ndërkohë kishte kryer krime të shumta, duke përfshirë rishfetin, korrupsionin, pastrimin e parave
dhe mashtrime në përmasa të pa imagjinueshme. Për te i kësaj, megjithëse që në akt akuz nuk është ende e qartë, veprimtaria antishtetnore nga perspektiva e sigurisë, vazhdimisht flitet dhe shkruhet se grupi kriminal i Ekrem Imamoglu, përveç aktiviteteve kriminale ekonomike në dëm të shtetit, ku e kishte dëmtuar shtetin diku afër 2 miliard dollar, e nga ato 1,2 miliard dollar janë avulluar nga njerëzit e afër të kryebashkiakut të këtij Imamoglu. Bazuar në këto, prokuroria po thot se rezultat i gjithë kësaj veprimtarie kërkohet dënim total me burg deri në 2353 vjet. Dhe pikërisht ky numër 2353 është objekti i cili ka bërë buj në mediat botnore dhe ka tërhequr vëmendjen edhe të liderëve politik dhe organizatave gjyqtare ndërkombëtare që po e përcjellin situatën në Turqi. Megjithatë, jo ata une, por juve ju bëj me dije se ligji turk nuk lejon ekzekutimin e këtyre dënimeve si tërsi, edhe nëse të gjitha këto vendime janë të bazuara. Edhe nëse gjykata vërteton se çdo akuzë e cila është ngritur nga prokuroria është e vërtet dhe e qëndrueshme 100%. Bazuar në ligjin turk për rastet e këtilla, Ekrem Imamoglu mund të vuaj dënimin më së shumti deri në 30 vjet. Jo të merë 2353 vjet. Ky lajm senzacional i 2353-shit dhe veprimtaria kriminale e Ekrem Imamoglu në fakt sonte nuk është objekti i kësaj videoje këto. Megjithëse që unë nisa këto, nga këto, dhe her pas here do të shpjegoj nuanca që do të ndihmojnë shtjellimin e temës, unë dua të flas diçka më gjerë, mos të them më thellë në lidhje me politikën e Turqisë, në lidhje me raportet pozit-opozit, në lidhje me pretendimet dhe akuzat që i bëhen presidentit turk, se po shkel dhe po ndrydh mendimin e lirë, si dhe po mbyll dhe po tjetërson mediat e deritanishme në Turqi, si dhe dua që këto shpjegime të lexohen. Njëjtë siç kam thënë për Zohran Mamdanin. Dëgjojeni historinë, filozofinë, politikën, suksesin e Zohran Mamdanit në hijen e ngjarjeve të brendshme politike, për të gjetur se a thua cili person në Kosovë mund të jetë një Mamdan i ardhshëm i politikës kosovare. Edhe këtë shpjegim të cilin do të bëj sonte, mundohuni të dëgjoni me një vesh çfarë po ndodh në Turqi, ndërsa me veshin tjetër duke bërë analiza se çfarë ngjashmërish ka në Kosovë në lidhje me rastin e Turqisë. Sidomos ngjashmërit, nëse ka, ju vetë verifikoni, vetë përgjigjni vetë vetës, mundësisht bëni përgjigjet në komentet tuaja në këtë video në kanalin tim në YouTube, ku ju ftoj të vazhdoni që të bëni subscribe dhe ta
t'i shpërndani këtë video. Pra, shikojeni se çfarë ngjashmërie ka midis raporteve pozit-opozit dhe anasjelltas në Kosovë, si dhe raporteve pozit-opozit dhe anasjelltas në Turqi. Për të kuptuar pse Erdogan doli kaq i suksesshëm, pse opozita atje nuk po arrin të bëj gjë karshi partisë në pushtet, dhe pse në Kosovë raportet pozit-opozit janë të tilla dhe sipas disave që po i dëgjojmë dhe po i lexojmë, kjo opozit e tanishme në Kosovë nuk e ka as kaçikun e as dijen e qebesa edhe as vullnetin për ta quar në shtëpi pozitën e tanishme në Kosovë. Po hymi në temë, ose po vazhdojmë në temë, që nga viti 2002, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, AKP, ka fituar çdo zgjedhje dhe referendum që është mbajt nga viti 2002 e deri tani, duke u bë vazhdimisht partia kryesore dhe vendimmarrëse për të gjitha vendimet e duhura të brendshme dhe të jashtme të Turqisë. Asnjë lider tjetër politik në historinë turke, përfshirë edhe Ataturkun, nuk ka mbet, nuk ka qëndruar në pushtet i vetëm për një periudhë kaq të gjatë sa arriti ta bëj Erdogani. Pyetja që duhet të shtrohet këto për të kuptuar edhe më mirë tema është: a thua miq, Erdogan arriti të qëndrojë në pushtet kaq gjatë për shkak të vizionit të tij, të punës së tij, të njerëzve që e rrethojnë dhe të politikave që i ka implementuar në Turqi, apo është ndonjë faktor tjetër? A është argument i suksesit të Erdoganit puna e tij apo dështimi i opozitës në Turqi? Edhe kësaj pyetjeje ju përgjigjni vetvetes dhe po dashët shkruaneni në komente në këtë video. Çka javë mërmenja juve? Cila mund të jetë e vërtet? Suksesi i Erdoganit, puna e AKP-s, apo paaftësia e opozitës turke që ta rrëzojnë nga pushteti Recep Tayyip Erdoganin? Une shoh diçka interesante këto. Si rezultat i qëndrimit të gjatë të AKP-s në pushtet, partia e Erdoganit viteve të fundit filloi të dobësohet, ndërsa ndikimi i saj në qytetarët e Turqisë u zvoglua në aso përmasa në vitin 2024, vitin e kaluar, sa ajo u përball me rrezikun e humbjes së pushtetit për herë të parë nga viti 2002. Ish kryeministri turk Ahmet Davutoğlu dhe zëvendës kryeministri i Turqisë Ali Babacan u ndan nga partia am e tyre dhe themeluan 2 parti opozitare. Vitin e kaluar, opozita e pati mundësin për herë të parë nga viti 2002 që pas 20 e afër 4 vjete ta rrezonte Erdoganin, ta çonte në shtëpi dhe të vinte vetë në pushtet. Por çfarë ndodhi? Pse nuk i arriti qëllimin? Çka po du me ndërlidh këto tani me Ekrem İmamoğlu e me Kosovën e me qeverin e me opozitën tonë?
ku po duhe me dal, mundohuni të dëgjoni me vëmendje, sepse mund të nxirret ndonjë mësim edhe për ne shqiptarët nga ajo që ka ndodhur në Turqi. Megjithëse që Ahmet Davutoğlu u nda nga AKP-ja, si dhe Ali Babaxhani, dy fytyrat më me ndikim në vitet e fundit në politikën turke në përgjithësi e brenda AKP-s në veçanti, megjithëse që u ndan dhe megjithëse që 6 parti e përbën atë opozitën e tyre plus 6 që quhej dhe mblidheshin shpesh në atë tavolinën e rumbullakët, rreth së cilës ulej edhe Meral Akşener'i, ish ministria e brendshme e Turqisë dhe krahu i djathtë i Tansu Çillerit, kryeministres së dikushme, dhe e cila themeloi dhe erdhi në krye të i partisi, të Partisë së Mirë. Këta 6 vetë, këto 6 parti që përbënin thelbin dhe tërësin e opozitës turke, me gjithë reklamën, krekosjen, propagandën dhe përpjekje që i bën, dështuan për ta rrëzuar AKP-n dhe për ta quhe Erdoganin në shtëpi. Me fjalë të tjera, miq të respektuar, suksesi politik i Erdoganit është i mundur, sipas mendimit tim, vetëm dhe vetëm edhe me ndihmën e opozitës, duke dështuar opozita të jetë e bashkuar kundër partisë në pushtet dhe duke treguar një paaftësi, sikur të ishte e huaja për qytetarët e Turqisë që tu tregoj, tu ofroj një program të prekshëm, një dhe një bojnë 2, bashkë si Mamdani që fitoi një New York. Pra, që kjo opozit, kjo dështim dhe kjo paaftësi e opozitës turke është një prej faktorëve kryesor, por jo i vetmi, i sukseseve të deritanishme në zgjedhjet turke të presidentit të tanishëm Erdogan. Po dikush nëse e bën pyetjen, ti po e shpjegon kështu, paaftësia e opozitës i ka ndihmuar qeverisë, jo gatishmëria e opozitës që të prek nuancat e ndjeshme, ushqimin, pagën, kryeqytetin, qytetet, fshatrat, jetën nga brenda të qytetarit turk. Nëse është kështu, pyetja shtrohet, atëherë, pse po ndiqet penalisht opozita? Apo, a qëndron kjo pyetje në këtë trajtimin e sotshëm? Shikoni të nderuar, në zgjedhjet e vitit 2024, do më thënë vitin e kaluar, Partia Republikane Popullore, në turqisht e quajtur si GHP, C-ja në turqisht lexohet G, arriti një rritje ndër më të mëdhat të votave në nivel lokal në ato përmasa sa e te i kaloi edhe Partinë e Drejtësisë. Në rregulla, lideri i ri i partisë, Özgür Özel, tërheqi vëmendjen e qytetarëve të Turqisë, duke filluar t'i bind njerëzit se megjithatë një yll opozitar do t'u ofroj turqve, Turqies atë që kishte nevojë.
fitoria e madhe e GHP-s, ku përveç disa krye bashkive që i fitoi edhe 35 provinca të Turqisë, duke llogaritur Stambollin si krye bashki, qytet i madh, Ankaran, Izmirin, Antalin, brenda AKP-s ngjalli një ndjenjë frike se ose dohet ndryshuar situata në themel brenda partisë, ose i ka ardhur koha që të shkojnë në shtëpi. Megjithatë, shiqani çka bojnë njerëzit për interesa të ngushta të veta klanore edhe brenda një partije. Në kongresin e fundit të përgjithshëm të partisë së GHP-s, ish lideri i kësaj partije, Kemal Kılıçdaroğlu, erdhi e hapi lajmin si bombë se ishte bërë komplot kundër tij për ta rrëzuar atë, për ta pruar këtë Özelin, sepse pas Özgür Özelit qëndron pikërisht Ekrem İmamoğlu. Kemal Kılıçdaroğlu pretendonte se votat në zgjedhjet brenda partisë i ishin vjedhur dhe i ishin plaçkitur dhe marrë, sidomos nëpërmes pagesave, rishfeteve dhe manipulimeve të ndryshme, dhe se zgjedhja e Özgür Özelit ishte arritur në atë mënyrë që të krijohet një lidhje me dy kahe, Ekrem İmamoğlu e Özgür Özel, që jo vetëm ta mbanin në dorë të ndrydhur GHP-n, por që ti çonin përpara programet e dëmshme kriminale në Turqi, si dhe ato që dolën më pastaj shumë më të rrezikshme se veprimtari ekonomike kriminale. Disa nga bashkëpunëtorët e tij të ngushtë të Kemal Kılıçdaroğlu i u drejtuan gjykatave, filluan të flasin në media, duke kërkuar në fakt anulimin e kongresit të përgjithshëm të GHP-s. Dhe këto fillojnë betejat ligjore brenda partisë Ataturkut. Askush, miq, nuk ishte në dieni të ndonjë parregullësie në kongres përpara se të ndërmerrej veprimi ligjor ndaj çështjeve që po vlonin brenda Bashkisë së Stambollit, dhe sapo u ngrit padia ndaj Ekrem İmamoğlu, brenda GHP-s filluan të vlojnë dhe të dalin jashtë zëra edhe më opozitar dhe paknacit e grumbulluara deri atëherë, tani po i shpërfaqi qytetarëve të Turqisë, por edhe po e informonin policin, rendin, organet e rendit, gjyqësinë e prokurorin për të palarat të cilat kishin ndodhur brenda partisë. Ishte momenti i GHP-s që të fitoj autoritetin të cilën e kishte nisur, sidomos pas zgjedhjeve të vitit 2024, por nga brenda fillon shembja e saj. Për më tepër, dolën pretendime, jo vetëm për rishfet, për korrupsion dhe manipulime votash e ofertas brenda GHP-s, por antarët e GHP-s filluan të informojnë opinionin dhe prokurorit e policit për manipulime marrëmendse edhe brenda disa bashkive
të kontrolluara nga Partia Republikane e Popullore e Turqisë. Ironikisht dhe shumë interesant, këto raporte paraqiten nga vetë antarët dhe zyrtarët e mesëm dhe të lartë brenda vetë partisë. Si rezultat, u hapën raste të shumta, hetime të shumta, korrupsion, rjeti i marimangës së shtetit filloi të zgjerohet mbi veprimtarit e antarëve, zyrtarëve dhe e prorëve të GHP-s dhe si rezultat GHP-ja arriti në pozitën ku është sot. Dhe cila është ajo pozitë? As duke mbështesin ma Ekrem Imamoglu, as nuk guxojnë me dhënë deklarata kundër tij, pro tij, as nuk e akuzojnë gjyqësinë turke, as presidentin, janë shujt të gjitha, sepse ju dol mbi ujë kajmaku i qelbur që paskësh qenë brenda partisë. Po pse u arrestua atëherë Ekrem Imamoglu? Problemi kryesor brenda GHP-s ishte se ky kryetari i Bashkisë së Stambollit, domethënë Ekrem Imamoglu, kishte filluar ta poziciononte veten shumë herët si figura kyçe e GHP-s dhe si kandidati potencial, presidencial, pa marrë mbështetjen e gjerë të partisë dhe kështu tregoi se ishte i nxitur nga ambicie të pakontrolluara për ta quar një program të caktuar nga brenda. A mund të besoni miq se nga vetë brenda GHP-s ka njerëz të cilët i kanë çapurish hesapet duke i qitë ka njerë në media, po ma shumë në përzyret përkatëse, se tendenca, përpjekja, ambicia e Ekrem Imamoglu për të ardhur presidenti i Turqisë, pa e marrë mbështetjen e bazës, mund të ketë diçka të rrezikshme për shtetin e Turqisë aty. Fillon një debat i brendshëm dhe çdo gjë më pastaj e mori dhënë. Nëse e shikon personalitetin apo filozofin politike të Ekrem Imamoglu, ai nuk konsiderohet i majt. Megjithëse që partia e tij, GHP, por përkundrazi i përket të djathtës politike të Turqisë. Prandaj, ai nuk u pranua plotësisht si një figur kyçe brenda partisë dhe një numër i konsiderueshëm i politikanëve po punonin kundër tij ende pa dalë në shesh aferat të cilat ai ishte duke i bërë atje. Filluan video inqizimet, dokumentet, rrëfimet që po botoheshin nëpër media të një veprimtarie kriminale brenda Bashkisë së Stambollit, sa, siç thash në hyrje të videos, as njerëzit brenda GHP-s, e lemo njerëzit nuk mund të besonin. Vazhdon ky avaz dhe përfituesi kryesor nga kjo çoroditje dhe kjo përçarje brenda partisë së GHP-s ishte pikërisht AKP-ja dhe e marr guximin të them politika e Recep Tayyip Erdogan. Ngritja së fundmi e aktakuzës ndaj Ekrem Imamoglu dhe e grupit të tij, aktakuz e përbër nga 3900 faqe, i treguan qytetarit të Turqisë se
përtej pasurimeve të paligjshme, përpjekja e marrjes nën kontroll të partisë së GHP-s, korrupsioni enorm, blerja me rishvet e kryetarëve të qyteteve, bashkive të ndryshme, e politikanëve, mbase edhe bashkëpunimi me krahun ekstremist kurd në Stamboll dhe jashtë, ku kishte punësuar mbi 2.000 kurd, të cilët në letrat e organeve të sigurisë së Turqisë njiheshin dhe ndjekeshin si njerëz me veprimtari të rrezikshme anti-turke brenda Stambollit dhe në qytete të tjera të Turqisë. Në total, 402 persona u akuzuan për vepra penale, rishvete, korrupsione, tendere, pastrim paraje, vjedhje të dhënave personale dhe të tjera. Pika më e ndjeshme e qësaj veprimtarie ekonomike, kriminale ishte edhe vjedhja e dhënave personale të njerëzve. Në videon e kaluar, dje mdokët, a ju thash se është kërkuar në takimin e Ekrem İmamoğlu dhe të një tjetri me e hap dikon një zyre që kërkosh mos me dit që është ajo zyre, me u punësue dikush aty shumë i besueshëm i këtyre dyve, por mos me qenë familjar, kompjuteri nuk do të me qenë i lidhur me internet, telefona që përdorën brenda asoj zyre nuk do të jenë telefona të mençur, dhe as një informacion, as në lidhje me zyren, as në lidhje me persona që punojnë aty, e as në lidhje me veprimtarin, as kujt, as brenda GHP-s, as brenda bashkisë Stambollit e lema të tjerve. Zbulohet më pastaj se pikërisht në qatë zyre, që e përmenda dje Kalimthi, kishin qenë duke u shkruar në letra AK, mira e mira emra të njerëzve, numra të telefonave dhe duke u dërguar diko jashtë. Kjo ka qenë baza mbi të cilën e nis prokuroria e Turqisë, dyshimin se përtej veprimtarive kriminale ka edhe diçka shumë ma të rrezikshme, që ndërlidhet me sigurinë e Turqisë. Po e përsëritja pet. Meq. Shumë herë politika, kyçja në politik, përdoret si mburoj e veprimtarive kriminale. Disa me prirje të tilla, posa dëbin e diktojnë se kanë ra në radarin e organeve të sigurisë, policisë, prokurorisë, AKI-së, TN-e, atje mitje, ku të qoftë, shkojnë me njerë edhe futën në politikë. Flasim për patriotizëm, flasim për luftën, për kontributin, për humanizëm, për solidaritet. Masat i bindin, mundohen t'i bindin shumë shpejt se ky njeri po u prek nga shteti, nga gjyqësia, nga drejtësia, atëhere me lëviz njerëzit edhe me thonë se këshire. Pozita është u marrë me njerëz kaq të mëdhaj, kaq human, kaq solidar dhe kaq të nevojshëm për shtetin. Një prej tyre që e ka implementu këtë politik në esencë kriminale është pikërisht Escobari në Kolumbi. Si ta di se SBA-ja me organet brenda Kolumbis janë duke ndjek e shpall vetëm për kandidat për deputet të
Kolumbis, në parlamentin e Kolumbis, edhe i fiton zgjedhjet dhe bëhet deputet. Përse, as ka mujt me i bo ato punë këndeja, edhe pa qenë deputet, për ta përdorur imunitetin që ja garanton kushtetuta e shtetit, se deputeti është i paprekshëm nga ligje. Në Turqi, me sa shihet, ndër më të njohurit që kanë vepruar kështu, është një farë Gjavit Çalari, i dikurshëm, pat hinje u pat bo njeri shumë i afërt i Tansu Çillerit, belem dukut ka qenë edhe minister, po për deputet e di, ka qenën Gjem Ozani, një afarist shumë i suksesshëm, por terin fyt me kriminalitet dhe me sa po shihet Ekrem Imamoglu dhe njerëz të tjerë. Prandaj thash pak përpara se përpjekja e tij, ambicia e tij e përshpejtuar, pa e marrë pëlqimin e bazës dhe të gjithë partisë, organeve të partisë që të kandidoj për president të Turqisë, në fakt, bashkë qësaj jashe sherren mas shumëte. Këto fillon të hapet dyshimi sepse ky njeri është duke shpejtuar drejt presidencës. Nejse. Qytetarët e Turqisë ende i kujtojnë, nuk i kanë harrue meq përvojat e hidhura negative të dhimbshme të gjyqeve, edhe civile edhe ushtarake. Gjyqe këto, të cilat pas do viteve, pas grushteteve që bohen e vrenja e tjetër, më së shumti që tenton t'i kap në dorë ishte organizata tjetër kriminale e asaj që quhej Lëvizja Fethullah Gülen, Hizmeti, me emra të ndryshme dhe me fund me atë shkurtesën FETÖ. FETÖ, miq, përveç që bën shkolla foshnjore, shkolla fillore, të mesme, fakultete, ambulanta, shtëpia shëndeti, spitale, universitete të ndryshme, me një buxhet marramendës shtet mrena shtetit, për me i sigurue që to krejt, që to bamirësit atyne, këto 5.000 euro, 6.000 euro ja marshin një nxënësit në shkollat e FETÖ-s në Kosovë. 5.000, 6.000 edhe ma shtrejt jenë konë. Po çfarë humanizmi po bëbeti? Po vjen Kosovë me qelë shkollë, mas lufte, fukarallaku terin fët, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 euro për një shkollarina për një vjetë për një nxënës. Dhe më pastaj elita politike, sidomos elita politike në Kosovë, të ushtyje me bryla se cili i pari e cili ma shumë po i qënë fëmijët e tyre me u shkollue në shkollat e organizatës kriminale FETÖ në Kosovë dhe në shumë vende të botës. Përveç kësaj, miq, për me i siguru krejt qëto, për me pas një mburoj nalt, shka bëj ke FETÖ? I futi kuadrat e veta në gjyqësi, në polici po se po, në ushtri, në mit, derisa edhe në ndërtesën e presidencës. Nxënës të cilët ishin shkolluar në shkollat e FETÖ-s, të cilët kishin banuar në për konviktet, të cilat konvikte kanë qenë tradit. Qërë puna e konviktit është, une punën e konvikteve miq, nuk po du me fol këto. S'po flas për konviktin e Universitetit Prishtinës.
këto, konviktet që janë publike, konviktet gjithmonë vetë parandjenje imja, instinkt i ime, konviktet gjithmonë i kam pa me një sy, mos të thëmë kritik, po jo bash pozitiv. Pse do të hapën konviktet, vlavjem? Pse? Shka kush po i kontrolon aty, çfarë programi po bëhet, kush po i... Konviktet në Turqi kanë qenë baza, temelet, strofullat, ku është krijuar ajo grupa e cila po punonte për marrjen e pushtetit në dorë dhe, ju them me bindjen më të madhe, shkatrimin total të Turqisë. Nuk e them këto pse valla po thuhet që shto, vallahi jo, me bindjen më të madhe. Veprimtari të ngjashme, nuk po them se ka bashkëpunu me feton Ekrem İmamoğlu, jo, veprimtari të ngjashme, zërte ko ka leqkën këtë botën. Escobari atje, të Berlusconi ka në Rusi atje, të na nuk e di, rrjete kriminale apo njerëz me predispozita kriminale ekonomike, e ka fjallën, a kyqen në politika, janë fut në politike, a përdorin politikën për mbrojtje të tyre, ka si politikan, si kryetar komune, si deputet, si minister, po ka mi shkue ai zhagi i veprimtarisë e tij pa u zbuluar dhe duke e mbrojtur në atë çadrën, ombrellën e politikës. Ekrem İmamoğlu, miq, në emrin e kryetarit të bashkisë i ka bërë të gjitha këto ku Turqin e ka qitë para një aktit të kryer. Ati hy në sistem, deri në fund apo jo. Gjyqësia të cilën e përmenda, opozita natyrisht, në fillim fillon ta sulmoj, sidomos sistemin e gjyqësisë në Turqi, se ja ky sistem i korruptum, i kapun nga Erdoani dhe partia në pushtet, po i nguc dhe po i prek vetëm komunat të cilat udhhiqen nga GHP-ja. Pse nuk po i prek komunat të cilat udhhiqen edhe nga AKP-ja? Pse nuk po i kontrollon edhe kryetarët e komunave nga AKP-ja? Pse nuk po kur janë nisën opozita me dhënë materiale mbi këto, jo kur janë nisën për shkak se janë nisën, por t'i hini pastaj sistemi gjyqësor edhe i drejtësisë në Turqi, komunave e çkomunave e katuneve, qyteteve, deri në përmasa miq, sa ditëve të fundi, se dia keni dëgjue e pabesueshme, edhe në këtë federatën e futbollit të Turqisë, me mira lojtar të Superligës, atje në alt, A, Liga më e nalt, e Liga e dytë, e treta, e para, të poshte, gjyqtar, drejtar e pronar të kompanive, po mendoj të klubeve futbollistike, një rrjet mafioz që e kishin kap futbollin e Turqisë në dorë, të bo truke e sene dhe dëmet materiale që i kanë sjell shtetit, po flitet se janë diku mbi 15 miliard dollar. Nisur nga që kjo veprimtari e Ekrem İmamoğlu's, i cili, sikur të cilët që i përmenda, e ka përdor politikën, pozitën, partijen, pastaj kandidimin e tij për president, si mburoj çadër, ajo kupolla e çelikt për veprimtarin e vet kriminale, antishtetenore dhe ekonomike, njëjtë kështu edhe të tjerëve më pasaj t'ju hiq shteti edhe t'i qet krejt të palarat mbi kokë. Ka kohë që Turqia është duke u shkund, megjithëse që tani me një intensitet ma të
vogël, duke u shkund nga lufta e shtetit kundër korrupsionit dhe të palarave, kriminaliteteve ekonomike. Opozita, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, aj tjetri, ka njerë dhe i djali i Erbakanit. Bol burri mirë mu ka dokët, po me sa ma shumë i ka ga që ati kryetari që ka ke i partis ti, aj mjekra, që u dërzuen në fund, jala Fati Erbakanit, se i ka ga babës vetë, në zhbetin Erbakanit, po mendoj në aktivitet politik, po ku shokon be Erbakani. A mund të më besoni, dhe jeni të lutur që të më besoni, që ky vizion i Turqisë së tanishme, shekulli i Turqisë, armatime, kthimi ka vetvetje, banka t'i forcojme, shkollimin t'a forcojme, krijimi prodhimi qësaj tankës, Altaj, që po krenohen tash, me drejt, naturisht. Kjo është ideja e Erbakanit. Muj me thonë, dhe mundohuni të më besoni se 90% e të arriturave të danishme të Turqisë janë projekte të realizuara nga ato që i kalon mbi tavolinë Rahmetlia. Qasi lideri. Mirë po, i ka nimu dikush realizimit të qësaj. Po, Erdoani e politike, puna e tij e palosme, është një faktor shumë i rëndësishëm, dy herë kam përmend, e treta sot dhe mos e përmeni. Është Devlet Bahçeliu, kryetari i opozitës, i partisë opozitare, MHP. I thojnë ultranacionaliste, levizja partia ultranacionaliste turke, po nuk është ultranacionaliste, është nacionaliste, është advetare, bile ta quaj ma shumë. Devlet Bahçeliu është shahdamari i qëndresës së shtetësisë së Turqisë në 20 vjetët e fundit. Mos më paskon Devlet Bahçeliu, që ata musteqe që janë kështu, e kanë këtë shajen e ujkut si simbol të tyre, mos me pasqen që ata me rujt baraspeshen midis sekularizmit dhe islamizve, midis GHP-s dhe të gjitha partive të tjera, jo veç islamizve, Turqia ndoshta nuk do të ishte më kjo që është. Prandaj, kur e kam shpjegu herën e kaluar rolin gjigant të MHP-s, nuk pritova në atë video me thonë sikur edhe politika kosovare. Ta ketë një parti që primat kryesor, synim kryesor është të ruaj shtetin e Kosovës. Shtetin sefte, s'po thëm interesat e qytetarëve. Shtetin, shtetësin, shahdamarin e shtetësisë e Kosovës. Pa shtet problem. Dhe duke e ruajtur shtetësin e Kosovës, më pastaj të ruhet edhe interesi i çdo institucioni, i çdo njeri, i çdo gjallëse, i çdo guri që është pjesë e tokës së Kosovës. Pa e pas një shtet, një opozit të tillë, sidomos shtetet e njohura me probleme të brendshme midis pozitës dhe opozitës. Pa e pas një Devlet Bahçeli, shumë problem. Dhe të gjitha këto, meq ju thash, lexoni, dëgjoni këto dhe rrini në hijen e këtyre duke i bë analizat me politikën kosovare. Pse që këta shka po më kritikojnë, pse s'po flas për politikën e brendshme, që po flas, edhe pse janë disa, a mund të besoni, miq, po dal atje, a mund të besoni, ju betohem në Allahun, se kur nuk kisha me besu se ka asi njerëz me asi shpirta të smut, a mi qujt islamofoba, dushman të islamit, armiq të neve besimtarve, armiq të Kosovës, e Shqiptarisa, nuk e di si me i qujt, nuk e di kush janë, nuk e di kush është ai mekanizëm i përbashka që i inspiron. Për që punojnë për Serbi, për interesat Serbis, më thë për Serbi, për interesat serben në Kosovë,
për interesa anti-shqiptare, Serbën e Kosovë, ato e di 100%, si Allahu një edhe një bojnë dy, aty hiç kur nuk kam dyshim. Por, që ka në mesin tonë, në rrethana kaq tolerante, ndërfetare midis shqiptarëve, tolerante, shembull në botë, as si kur shqiptar të kishin ditë ta promovonin këtë thesar tonin, me u futën edhe si teori në UNESCO, në Kombet e Bashkuara, modeli shqiptar i ndërveprimit dhe bashkëpunimit ndërfetar. A besoni se jemi model? Edhe kur unë ju them jemi model, me shkruan dikun, sepse afër 80 shtete i kum hec, me 100 milete kum jetua 27 vjet, i di krejt, i di shumë se çka flasin, qysh armitsia në mes tyne, lufta, na s'kemi pas kurbre, edhe me ardh puna, një armitsi kaq e pa përmbajtshme ndaj njanit, që kur del edhe flet e përmend Zotin, e përmend Allahun, e përmend Turkijen, e përmend Saudijen, e përmend Egjiptin. Me asit tone urrejtje patologjike, këto në vish kisha me qujtën fashizëm islamofob. S'po di qysh me qujt, ma ndihmoni, ju lutem, shkrumani në ndonjë koment. Si me qujt, qfar fjalë shkrujnë, qfar armitsie tregojnë, veç pse flas tazami për s'parsjetona, Zoti mos thasht. Kujna me arsjetua. Elhamdulillah që jam qështo. Imagjino me m'pas mashtru shejtani, me qenën i til që me m'livdu qëta fashista. Imagjino me m'pas provu Zoti, me m'dasht këta. Po dhuntia e madhe Allahut është për mua që këta mua nuk m'dojnë. Mirët me ta. Por ne po du me thonë dishka tjetër këto. Si është e mundën të funksionoj një shpirt njerëzor me asi urrejtje ndaj islamit, ndaj neve muslimanve. Prej ka që kjo mendësi në Kosovë, në Shqiptari, kush po i furnizon, kush po i inspiron, më thonë kush po i pagun. Unë kur nuk besoj se në xhamijat Kosovës flitet kështu. Pra frymëzimi nuk është aty. Kur nuk besoj se në kishat, katedralet shqiptare, katolike apo ortodokse apo protestante, flitet kundër përkatësis islame shqiptare me gjuhën që e ngojmë në për rrjetet sociale. Vallahi nuk besoj kur. Edhe me më thonë dikush me mbapru në qizimi, thëmë, s'është e mund nuk kjo më konë xhami, s'është e mund nuk kjo më konë kish katolike, as ortodokse shqiptare, as protestante. Pej ka ajo urrejtje nuk muj me e kuptue. Nejse, po kthena te politika kosovare. Për me ndërlidh me këto shka e thash nalt. GHP-ja ka qenë partia e pare themeluar në Turqi, sikur PDK-ja të na. Mas luftës, e kom fjallën. LDK-ja para luftës, pastaj partia republikane shenkon ato partitë ndryshme. Hajt bir, u banën 7-8, edhe kështu. Pushtetin në dorë një 20 vjet, dhe kanë ardhur në pozit bashkë si GHP-ja në Turqi. GHP-ja sa më shumë që i shkun senet, i sit senet, qaq më shumë po fiton AKP-ja. Sa më shumë që tenton në mënyrën e vetë me e rrëzue Erdoganin dhe AKP nga pushteti, aq më shumë fiton AKP-ja. A thash në 2024, 38 për bashkimor, qytete, provinca, Stambollin, Izmirin, Ankaran, Antalian i mor GHP-ja dhe dështoj. A dini për shka? Për dy arsye me që. Sepse nuk ka program si kur Mamdani. Prandaj thash, do të me pas Kosova një Mamdan. Dikush më kishtë thanë është Albini, ky tjetri tha që ky seni, o vllanë nuk po tham
figura të njohura politike të suksesshme në politikën e tyre. Dohet me pas një mamdan, prandaj kam thonë për Abdullah Klinakun, se ky mundet me qenë mamdane. E dini për shka meq, kam thonë mamdan mundet me qenë Abdullah Klinaku. Kur jetëm, as një shkrim ti, as një fjali ti, as një prononcim ti, as në neja kure kam pas rastin me nejt najhere me dëgju me pi kafe me ta. As prej njerëzve të tjerë, kur s'kam dëgjue të përdor gjuhë të ashpër denigruse për as një krah politik, për as një lider politik, për as një problem social në Kosovë, por të gjitha i ka shikuar me një vizion dhe me një sy, si një përbashkësi, bashkësi Mamdani. Mamdani ka fitue, sepse nuk është ekstrem i asnjë ane, nuk ka vepruar në atë mënyrë që mas jemi në musliman, veç si musliman me veprua, jo me bët deti të jetu me një qytet 8 milion, shumica të krishtar në New York, një numër jo i vogël i hebrejve, ki LGBT, ki musliman, ki imama, ki evlia, ki haxhi, ki hoxha, ki popa, ki kryetari, lideri politik, do t'i frymëzoj të gjithë të ndjej një copës të tyre në personalitetin e ati politikani. Unë nuk kom pyet aty në video sa mundet me qenë Albin Kurti a kjo. Jo, nuk mundet me qenë. Ka divergjenca, luft e tepruar, luft e ashpër midis pozitës dhe opozitës dhe anasjelltash. Për para sa ka qenë opozit kundër pozitës, tash kjo opozit kundër çfarë Mamdani më dhe qenë. Po jo, a nuk dëgjut mu aty kur e shpjegojsha Mamdanina, se çfarë personaliteti kështu e, fola 55 minuta në fund, pastaj edhe mendimin tim. Pra, i mungon programi konkret, o vlla në qytet që ka shkolla do të, kjo këto, jo me erzue Erdoanin, opozita, ose me ardhë në pushtet duke e kritikue Erdoanin. Ka marrua jo ko. Në pyetje është gjenerata Z, që nuk e një as luftën e UÇK se kam rri, vishna për filma, na për lajme e nin, e as në Turqi, ma nuk është ajo gjenerat që ka dëgjue për GHP-n, se është e Ataturkit, është e këtije, ka themelu Turkine, e kaluar historike ma është ajo. Tash, vlla, politikat po fitojnë ato që po vinë me programe konkrete. Mos u merr me mu. Nëse jam kryeministra, ministra, partia, sena, merru me vetveten, merru me problemet me të cilat ti dosh të merresh, vllavia. Për shkak të kësaj, opozita në Turqi, veç shkon teri dikon, edhe bje. A është be me men Özgür Özeli, ose aj tjetëri, Kemal Kılıçdaroğlu ose ka pasa. A është be me men me i thonën Erdoğani sot rrahtar, se punon për Rusia. Ku mund është beti me bind votusin, leta AKP-s, po dhe të GHP-s, ku mund është me bind me të votu ty, të thonë se Erdoğan është rrahtar, është cionist, është kështu. O leje ato, o vllavia. Ti kush je, ti shka je të bo. Kurani thët, tilke ummetun kad khalet, leha ma kesebet, walekum ma kesebtum. Lejt të tjere që kanë veprua, për të mirat shpërblehen, për të këqijat sankcionohen. Walekum ma kesebtum, ti o vllavian që je opozit sot, qëfar programi je të i ofrue qytetarit për me mbind mua se tyje dohet me të dhanë votën. Të më folë për patriotizma, të më folë për UÇK-na, të më folë për para luftësa, të më folë për loj tema që as pak mua nuk ma lëvizet. Jo si Mustaf, po si qytetar po mendoj. I Kosovës nuk ma lëviz damarin që për me votue. Për këtë arsye GHP-ja nuk mund të rrëzoj këtë Erdoğanin. Vesh bojnë bla 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 bla, jo gjyqësia, jo. E në Kosovë, çka do të veprohet? Kosova me patjetër, për AAK-jen kum pas mendue, për Ramush Haradinaj, kum pas mendue
se mund të jetë jo një MHP e Turkisë, jo, mund të jetë një parti e cila e mban baraspeshën politike, majtiste, djathiste, luft, paq, edhe për shkak se kum nejt gjatë, ta them kushtimisht, me kryetarin e AK-s, edhe frymën që e kam ndje aty, po ma shumë se kaq, shumë ma shumë se kaq, me qenë se, ose për shkak se Rugova ja jep udhëheqjen e qeverisë, edhe pse ka pas një numër minimal të votave, mas luftës, tregon se është pa diçka në personalitetin e tij se ky mundet me qenë një farë nyje, një farë baraspeshe, lidhjeje midis krahut ekstrem të luftës dhe krahut ekstrem të pacifizmit rugovian. Që të dy dolen të jenë falcë. Edhe këta që thiren sot në UÇK janë falcë, edhe këta që thiren në Rugovën janë falcë. Vizioni i Rugovës, leni mere këto pralla, ne përfaqësojmë vizionin e UÇK-s, leni mere këto pralla, UÇK-ja u konë mrena luftës, o vlla, çfarë vizioni tash në paq për këto, ose çfarë vizioni i Rugovës në rrethonat e tanishme. Pra, në Kosovë mendoj se do të dohej të krijohej një krah i mesëm, një MHP, një bosht kurrizor i shtetësisë së Kosovës, që në momentet vendimtare të veproj në mënyrë shumë të mençur, të veproj në parafrimin e qëndrimeve tejet opozitare, tejet të ngurta, mbase edhe armiqësore midis pozitës dhe opozitës në Kosovë. Derisa nuk bëhet që ajo frymë politike në Kosovë, kur nuk besoj se mund të bëjnë diçka pozit e opozit si të përbashkët për të mirën e këtij vendi edhe për neve që marrim frymë e jetojmë në këtë vend. Sepse polarizimi ka shkuar deri atje sa para 5-6 muajve thësha ju ka afrua GHP-s dhe AKP-s në Turqi, e tash them se i ka të i kaluar armiqësitë dhe kundërshtit e AKP-s edhe GHP-s në Turqi me kilometra larg. Dhe për fund të fundit, thirrjet e GHP-s në Turqi se shteti po mirret me lindjen e mesme më shumë, se sa me problemet sociale, se po i ndihmon sirianët më shumë se sa duhet, se po investon në armatim më shumë se sa duhet, dhe disa të tjera që i ka përmend dhe i përmend vazhdimisht janë pikërisht arsyet ndër më kryesorët të dështimit të deritanishëm të opozitës turke dhe do të jenë pa kontestueshëm elemente që do të dështojnë edhe në të ardhmen për një kohë të gjatë. Andaj, e njëjta frymë, të njëjtat akuza për pozitën e tanishme në Kosovë, nëse vazhdojnë në formën se qysh veprohet, qoftë në okulare politike, në për media, në për neja, në për qajtore, në për kudo qoftë, vetëm sa kanë me indihmue partisë në pushtet. Për ndryshe, me këtë format, qaq sa a mune GHP-ja e saqme me erzu Erdoganin, qaq opozita e saqme në Kosovë mundet me largue nga posti i kryeministrit Albin Kurtin. Natën e mirë.